Aktori e madhe e skenës së teatrit dhe kinematografisë shqiptare Hajrie Rondo, e cila vuan nga një sëmundje e rëndë, sot ndodhet përballë vështirësive për të përballuar financiarisht këtë situatë. Ditën e sotme në Bashkinë e Fierit është ndërmarrë një fushatë sensibilizuese për sigurimin e parave që do të mundësonin shërimin e saj. Deputetët e zonës shoqata, por dhe gra të shumta janë bashkuar kësaj nisme, të cilët kanë bërë thirrje për ndihmë ndaj çdo qytetari që e ndjen si nevojë për të kontribuar sadopak me të ardhura në ndihmë të aktores së madhe Hajrie Rondo. Të gjithë e njohim artisten e madhe, cila e ka kaluar për masat lokale dhe tashme jo vetëm lokale, por kombëtare dhe më shumë se sa kaq. Sot ajo është në kushtet kur ka nevojë për një mbështetje. Për një mbështetje jo vetëm nga familjarët e saj, por nga të gjithë. Por më së tepërmi ka nevojë për një mbështetje nga të gjitha gratë, nga të gjitha vajzat, nga të gjitha motrat, kudo që janë ato. Ndërkohë që nga deputetet e pranishme është premtuar dhe ndërmarrja e një nisme ligjore në parlament në ndihmë të saj. Por kjo nismë e parë do të pasohet me një nismë tjetër ligjore për t'i dhënë asaj gjithë mbështetjen e duhur ligjore dhe financiare në mënyrë që ajo të marrë ndihmën e duhur. Thirrja për ndihmë ndaj artistes së merituar Hajrie Rondo e nderuar nga presidenti me titullin Naim Frashëri me një kontribut të madh në kinematografinë dhe skenën e teatrit shqiptar, ku numërohen mbi 120 role, është rirë dhe në rrjetet sociale. Për dhënien e ndihmës është hapur dhe një llogari bankare. Aktoria Hajrie Rondo i është nështruar fillimisht një operacioni në Turqi që është përballuar nga familja e saj, por kjo nuk ka mjaftuar dhe kërkohet sërish një ndërhyrje tjetër, por aktoria nuk ka mundësi financiare për ta përballuar, ndaj kërkohet ndihmë të gjithëve, ndihmë që asaj do t'i shpëtojë jetën.